Kështu, me 27 qershor 1999, vetëm një javë pas tërheqjes së forcave të armatosura të Serbisë nga Kosova, këtu pranë në fshatin Rakosh, ushtarët italian të KFOR-it e identifikuan një varrezë masive me stela druri me mbishkrimet NN për anonimitetin e kufomave. Me 13 gusht të vitit 1999, një ekip spanjoll i forenzikës i zhvarrosi kufomat e 97 shqiptarëve nga ajo varrezë masive në Rakosh. Kufomat u takonin të burgosëve shqiptarë të vrarë në burgun e Dubravës 3 muaj më parë. Një muaj pas fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s në Jugosllavi, gjatë fundit të muajit prill dhe fillimit të muajit maj, autoritetet okupatore serbe i grumbulluan të burgosurit dhe pendjet shqiptare nga burgjet e Kosovës dhe Serbisë dhe i sollën këtu në burgun e Dubravës. Ky operacion i organizuar tregon që masakra që do të pasonte në këtë burg ishte planifikuar nga autoritetet më të larta shtetërore të Serbisë. Pas kësaj, i burgosuri mbase më eminent, politikani dhe profesori i mirënjohur e i pazavendësueshëm Bukshin Hoti, i cili po i vuante ditët e fundit të dënimit të tij i 5 vitës burgosit shqiptuara në vitin 1994, u zhduk nga burgu i Dubravës pasi që u inskenua lirimi i tij me 16 maj 1999, një ditë para se të përfundonte dënimi i tij me 17 maj.